Mira qytetarë dolën në protestë në Tiranë të hënën në një demonstratë të thirrur nga opozita, e cila kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama pas akuzave për korrupsion ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Imuniteti i saj parlamentar deri më tani ka penguar arrestimin nga prokuroria e posaçme SPAK. Kriza politike në Shqipëri është thelluar prej javësh që kur SPAK akuzoi Ballukun për ndërhyrje të paligjshme në kontrata shtetërore të rëndësishme. Situata kulmoi mbrëmjen e së hënës kur gjatë protestës përpara kryeministrisë u hodhën koktej Molotov duke tensionuar edhe më tej klimën politike. Gjatë përplasjeve me forcat e rendit u arrestuan 4 protestues, ndërsa 7 të tjerë janë vënë në hetim. 2 efektiv policie mbetën të plagosur dhe një protestues, sipas mediave vendase, pësoi djegje të rënda pasi mori flak aksidentalisht. Protesta u organizua nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe Partia Demokratike në vijim të përshkallëzimit të tensioneve në kuvendin e Shqipërisë javën e kaluar, ku deputetët e opozitës ndezën flakadan dhe shkaktuan përplasje fizike, ndërsa policia u detyrua të ndërhyjë në sallën e parlamentit. Përmes se së tij, Berisha deklaroi për Politico nuk e justifikoi asnjë formë dhune, veçanërisht atë që ushtrohet nga pushteti. Forma më brutale e dhunës është zhvatja dhe vjedhja sistematike që Edi Rama dhe ministrat e tij i bëjnë popullit shqiptar. Këto protesta kanë për qëllim të ndalin këtë dhunë. Prokurorët dhe deputetët e opozitës po kërkojnë heqjen e imunitetit parlamentar të Ballukut në mënyrë që ajo të mund të ndiqet penalisht për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Por shumica e qeverisë së socialiste ka bllokuar votimin duke thënë se do të pres vendimin e gjykatës kushtetuese që pritet në janar. Balluku, e cila mban edhe postin e ministres së infrastrukturës, akuzohet për favorizim të kompanive të caktuara në tender publik me vlera të mëdha, përfshirë projektin e Unazës së Madhe të Tiranës dhe tunelin e Llogaras. Ajo ka mohuar akuzat duke i quajtur ato për gjysmë të vërteta, insinuata dhe gënjeshtra, dhe është shprehur e gatshme të bashkëpunojë me drejtësinë. Nga ana tjetër, kryeministri Rama ka dalë në mbrojtje të Ballukut, duke kritikuar SPAK-un për atë që ai e cilëson si normalizim të arrestimeve pa gjyq, duke thënë se kjo bie ndesh me standardet demokratike europiane. Në një intervistë për Politico, Rama u shpreh se është e kuptueshme që SPAK, si një institucion i ri me fuqi të reja të pavarura, mund të bëjë gabime në veprimet e tij. Është një institucion në lindje që ka bërë shumë gabime, tha ai. Kur u pyet për protestat dhe kërkesat për dorëheqjen e tij, Rama zgjodhi të mos komentoj, duke thënë se nuk dëshiron të sulmojë kundërshtarët politik, sepse në fund të fundit ata nuk janë armiq për t'u ekspozuar para botës, por bashkëkombës të dëshpëruar që duhet përballen dhe trajtohen brenda jetës sonë politike të brendshme. Berisha reagoi menjëherë duke akuzuar Ramën për vjedhje zgjedhjesh dhe duke i bërë thirrje që të largohet. Ai nuk ka më asnjë legjitimitet për të qëndruar në qeveri qoftë edhe një ditë vetme, deklaroi Berisha për Politico. Kujtojmë se Rama u rizgjodh në muajin maj për mandatin e tij të 4 si kryeministër i Shqipërisë.